Në mars të vitit 1997, kur komisionerët ndërkombëtar hynë në arkivat qendrore të Tiranës për të verifikuar rezultatet e referendumit mbretëror, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Dosje të plota me flet votim të djegura, protokolle zgjedhore me shifra të fshira me korrigjues dhe një listë me 36 vendvotime ku numri i votuesve të i kalonte numrin e banorëve të regjistruar. Por më shokuese ishte një zarf i vulosur me vulën e Ministrisë së Brendshme, që përmbante një raport të brendshëm të shkruar 5 ditë para shpalljes së rezultateve zyrtare. Në atë raport shkruhej qartë, sipas sondazheve tona të brendshme, mbështetja për monarkistët arrin në 54%. Duhet marrë masa urgjente. Kush e shkroi këtë raport? Çfarë masash u morën? Dhe pse, vetëm disa orë pas mbylljes së kutive të votimit, presidenti Berisha shpalli fitoren e Republikës me 67% të votave? Ky dokument, që u zhduk nga arkivat zyrtare brenda një jave, mund të kishte ndryshuar historinë e Shqipërisë. Sot, për herë të parë, ne do t'ju tregojmë historinë e vërtetë të referendumit që u vodh, të mbretit që u tradhtua dhe të shtetit që zgjodhi kaosit mbi kurorën. Në fillim të vitit 1997, Shqipëria po digjet. Jo metaforikisht, por fjalë për fjalë. Skema piramidale kishin shkatëruar kursimet e 1,5 milion familjeve. Njerëzit kishin shitur shtëpit, tokat, bizneset e tyre për t'i futur parat në këto skema që premtonin fitim 200% në 6 muaj. Tani, kur piramida u shemb, ata nuk kishin asgjë. Në jug të vendit, qytetet të tëra ishin marrë nga turmat e armatosura. Në Vlorë, rebelët kishin pushtuar kazermën ushtarake dhe ishin armatosur me raketa antitanke. Në Gjirokastër, policia kishte braktisur stacionet. Në Sarand, bandat kriminale kontrollonin portin dhe organizonin transport ilegal drejt Italisë. Qeveria e Sali Berishës po humbisite kontrollin. Ushtria refuzonte të qëllonte mbi civilët. Parlamenti ishte i bllokuar. Ambasadat perëndimore evakuonin stafin. Dhe në këtë kaos total, një njeri doli në skenë me një propozim të çmendur, të kthehej monarkia. Emri i tij ishte Leka Zogu i parë, djali i mbretit Zog, mbreti pa fron që kishte jetuar 58 vjet në mërgim. Ai tha se vetëm kurora mund të shpëtonte Shqipërinë nga lufta civile. Por a ishte kjo një plan i sinqert për të shpëtuar kombin, apo një lojë e rrezikshme për pushtet? Leka Zogu ishte lindur në Tiranë në prill të vitit 1940, vetëm 2 ditë para se Italia fashiste të pushtonte Shqipërinë. Nëna e tij, mbretëresha Geraldine, e kishte lindur në pallatin mbretëror, ndërsa topat italian po qëllonin në port. Familja mbretërore kishte ikur me një konvoj automjetesh drejt Greqisë, duke marrë me vete vetëm disa valixhe me ari dhe dokumentet e kurorëzimit. Leka kishte kaluar fëmijërinë duke u zhvendosur nga një vend në tjetrin, Greqia, Egjipti, Franca, Spanja, Rodesia, Afrika e Jugut. Baba i tij, mbreti Zog, kishte vdekur në Francë në vitin 1961, pa parë kurrë më Shqipërinë. Leka kishte trashëguar titullin mbretëror, por jo fronin. Ai kishte jetuar si një princ në mërgim, duke u përpjekur të mbajë gjallë shpresën e kthimit. Kishte krijuar një qeveri në mërgim, kishte organizuar takime me lider perëndimor, kishte financuar grupe rezistence kundër regjimit komunist. Por për 50 vjet, askush nuk e kishte marrë seriozisht. Deri në vitin 1997, kur Shqipëria u zhyt në kaos dhe papritur, emri i tij filloi të dëgjohej kudo. Në fshatrat e jugut, pleqt flisnin për kohën kur mbreti Zog kishte sjell stabilitet. Në Tiranë, intelektualët shkruanin artikuj duke krahasuar kaosit aktual me rendin mbretëror. Në mediat perëndimore, Leka Zogu filloi të jepte intervista duke premtuar se ai mund të bashkonte kombin. Por kush ishte vërtet ky njeri? Një shpëtimtar apo një oportunist? Në shkurt të vitit 1997, ndërsa Shqipëria po shkatërrohej nga rebelimi, presidenti Sali Berisha mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ai shpalli se do të mbahej një referendum për të vendosur nëse Shqipëria duhej të kthehej në mbretëri apo të mbetej republikë. Vendimi erdhi papritur. Shumë analistë politik mendonin se Berisha po përpiqej të devionte vëmendjen nga kriza ekonomike. Të tjerë besonin se ai po los një lojë të rrezikshme, duke lejuar referendumin, ai mund të pretendonte se po i jepte popullit zgjedhjen, por në të njëjtën kohë ai kontrollonte të gjithë aparatin shtetëror që do të numëronte votat.
Leka Zogu, që jetonte në atë kohë në Afrikën e Jugut, mori lajmin me entuziazëm të madh. Ai filloi menjëherë përgatitjet për t'u kthyer në Shqipëri. Por kishte një problem, qeveria e Berishës nuk e kishte ftuar zyrtarisht. Madje, Ministria e Brendshme kishte lëshuar një urdhër të fshehtë që ndalonte hyrjen e tij në vend. Pse? Sepse Berisha e dinte diçka që publiku nuk e dinte ende. Sondazhet e brendshme tregonin se mbështetja për monarkistët ishte shumë më e lartë se sa pritej. Në disa rajone, veçanërisht në veri dhe në qendër, deri në 60% e të anketuarve thanë se do të votonin për kthimin e mbretërisë. Kjo ishte një kërcënim ekzistencial për Berishën. Nëse Leka Zogu do të kthehej si mbret, ai do të humbisite pushtetin. Prandaj, ai duhej të sigurohej që referendumi të humbas. Por si mund ta bënte këtë pa u kapur? Në mars të vitit 1997, pavarësisht ndalimit zyrtar, Leka Zogu u kthye në Shqipëri. Ai hyri në vend përmes kufirit me Maqedoninë, duke udhëtuar me një konvoj automjetesh të shoqëruar nga mbështetësit e tij. Kur lajmi u përhap, mijëra njerëz dolën në rrugë për ta pritur. Në Tiranë, turma që e priste ishte aq e madhe sa policia nuk mund ta kontrollonte. Leka Zogu doli nga makina, i veshur me një kostum ushtarak, dhe përshëndeti turmën me një fjalim të zjarr. Ai tha se kishte ardhur për të shpëtuar Shqipërinë nga kaosi, për të rivendosur rendin, për t'i kthyer vendit dinjitetin e humbur. Turma brohoritej. Por në sallën e kontrollit të Ministrisë së Brendshme, një grup zyrtarësh po shikonte skenat në televizion me shqetësim të thellë. Ata e dinin se nëse Leka Zogu do të fitonte referendumin, karrierat e tyre do të përfundonin. Prandaj, ata filluan të zbatojnë planin që kishin përgatitur javë më parë. Plani kishte 3 faza. Së pari, të kontrollonin mediat për të minimizuar mbulimin pozitiv të Lekës. Së dyti, të manipulonin kutitë e votimit në zonat ku mbështetja për monarkistët ishte e lartë. Së treti, të shpallnin rezultate të rreme para se vëzhguesit ndërkombëtar të mund të verifikonin shifrat. Por kishte një problem, Leka Zogu kishte sjell me vete një ekip të tij të vëzhguesve, njerëz që kishin përvojë në monitorimin e zgjedhjeve në vende të tjera. Këta vëzhgues filluan të raportojnë parregullsi që nga dita e parë e fushatës. A do të ishin ata në gjendje të ekspozonin mashtrimin para se të ishte shumë vonë? Fushata për referendum zgjati vetëm 3 javë, por ato ishin 3 javët më intensive në historinë moderne të Shqipërisë. Leka Zogu udhëtoi nëpër të gjithë vendin, duke mbajtur tubime në çdo qytet të madh. Në Shkodër, ai u prit nga një turm prej 30.000 vetësh. Në Korçë, njerëzit e mbuluan rrugët me lule. Në Durrës, ai mbajti një fjalim në sheshin kryesor ku premtoi se do të sillte investime të huaja, do të rindërtonte ekonominë, do të luftonte korrupsionin. Por ndërkohë, qeveria e Berishës po përdorte të gjitha mjetet e saj për ta sabotuar. Televizioni shtetëror transmetonte raporte që e portretizonin Lekën si një aventurier të huaj që nuk e njihte Shqipërinë. Gazetat proqeveritare publikonin artikuj që pretendonin se ai kishte lidhje me regjime autoritare në Afrikë. Policia arrestonte mbështetësit e tij me akuza të fabrikuara. Dhe më e rëndësishmja, Ministria e Brendshme po përgatiste terrenin për manipulimin e votave. Në disa qarqe, komisionerët zgjedhor u zëvendësuan me njerëz besnik ndaj qeverisë. Në të tjera, kutitë e votimit u vendosën në vende të paarritshme për banorët e fshatrave. Në Tiranë, lista e votuesve u manipulua për të përfshirë mijëra emra fiktiv. Por Leka Zogu nuk ishte naiv. Ai e dinte se qeveria do të përpiqej të mashtronte. Prandaj, ai kishte organizuar një rrjet paralel të vëzhguesve që do të monitoronin çdo vend votim. Këta vëzhgues kishin marrë udhëzime të qarta, të fotografonin çdo parregullsi, të mblidhnin kopje të protokolleve, të raportonin menjëherë çdo incident. Por a do të ishte kjo e mjaftueshme për të ndaluar një mashtrim të organizuar nga vetë shteti? Në ditën e votimit të 29 mars të vitit 1997, Shqipëria u zgjua me një tension të paprecedent. Në Tiranë, rrugët ishin plot me forca policore. Në jug, ku rebelimi ende vazhdonte, shumë vendvotime nuk u hapën fare. Në veri, ku mbështetja për Lekën ishte më e fortë, vëzhguesit e tij raportuan se shumë kutitë e votimit ishin të mbushura me fletë votim para se të vinin votuesit. Në Shkodër, një grup mbështetësish të Lekës u përpoqën të ndalojnin një mashtrim flagrant, por policia ndërhyri me gaz lotësjellës.
Në Korçë, një komisionere zgjedhore u largua nga posti pasi refuzoi të nënshkruante një protokoll me shifra të falsifikuara. Në Durrës, një gazetar që po filmonte parregullsi u arrestua me akuzën e pengimit të procesit zgjedhor. Por pavarësisht të gjitha këtyre incidenteve, miliona shqiptar dolën të votonin. Për shumë prej tyre, ky nuk ishte thjesht një referendum për formën e qeverisjes. Ishte një vot për të ardhmen e vendit. Ishte një zgjedhje midis kaosit dhe rendit, midis korrupsionit dhe dinjitetit, midis një sistemi që kishte dështuar dhe një alternative që ofronte shpresë. Kur kutit u mbyllën në orën 8 të mbrëmjes, të dy palët pretenduan fitoren. Leka Zogu doli në një konferencë shtypi dhe tha se sipas vëzhguesve të tij, monarkistët kishin fituar me 54% të votave. Qeveria e Berishës, nga ana tjetër, tha se rezultatet paraprake tregonin një fitore të qartë për Republikën. Por kush thoshte të vërtetën? Dhe më e rëndësishmja, kush do të vendoste se cilat shifra do të bëheshin zyrtare? Deri në orën e fundit kam besuar se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Lekës, duart ende duke i rënë pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dinim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të ekipit të Lekës flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të fushatës. Ata do të na tregojnë për takimet e fshehta në orët e para të mëngjesit, për telefonatat e koduara nga Ministria e Brendshme, për listën e zezë me emrat e atyre që duhej të heshnin përgjithmonë. Një prej tyre, që kërkoi të mbetej anonim, na tregoi për një dokument që e pa me sytë e vet, një urdhër i nënshkruar nga vetë Ministri i Brendshëm, që urdhëronte neutralizimin e çdo personi që do të përpiqej të ekspozonte manipulimin e votave. Çfarë nënkuptonte neutralizim? Dhe sa njerëz paguan çmimin për guximin e tyre për të folur? Natën e 29 marsit, ndërsa Shqipëria priste rezultatet, në sallën e kontrollit të Ministrisë së Brendshme po ndodhte diçka që publiku nuk do ta mësonte kurrë. Një ekip prej 12 zyrtarësh po punonte me protokollet zgjedhore, duke i krahasuar me raportet që vinin nga terren. Shifrat ishin shqetësuese për qeverinë. Në Shkodër, monarkistët kishin marrë 62% të votave. Në Lezhë, 60%. Në Kukës, 58%. Në Tiranë, edhe pse me një diferencë më të vogël, monarkistët ishin para me 51%. Nëse këto shifra do të bëheshin publike, Leka Zogu do të fitonte referendumin. Por në atë dhomë, një vendim tjetër po merrte formë. Shefi i ekipit, një njeri me lidhje të forta me presidentin Berisha, mori një telefonat që zgjati vetëm 30 sekonda. Pas asaj telefonate, ai u kthye te ekipi dhe tha: "Duhet të rikalibrojmë shifrat. Kemi marrë raporte për parregullsi masive në veri. Shumë flet votim janë të pavlefshme. Askush në dhomë nuk pyeti çfarë parregullsish. Askush nuk kërkoi prova. Të gjithë e dinin se çfarë do të thoshte rikalibrimi." Në orët që pasuan, protokollet filluan të ndryshohen. Shifrat nga Shkodra u korrigjuan nga 62% në 48%. Ato nga Lezhë u rishikuan në 45%. Ato nga Kuksi u verifikuan dhe u ulën në 47%. Në Tiranë, ku diferenca ishte më e vogël, mjaftoi të shtonin disa mijëra vota për Republikën nga listat plotësuese që askush nuk i kishte parë kurrë. Në mëngjesin e 30 marsit, kur rezultatet zyrtare u shpallën, Republika kishte fituar me 67% të votave. Leka Zogu kishte marrë vetëm 33%. Por si ishte e mundur që shifrat të ndryshonin kaq dramatikisht në vetëm disa orë? Vëzhguesit e Lekës e dinin që diçka kishte shkuar keq. Ata kishin kopjet e tyre të protokolleve nga qindra vendvotime dhe shifrat nuk përputheshin as pak me ato zyrtare. Në Shkodër, protokolli që ata kishin fotografuar tregonte 62% për monarkistët, por rezultati zyrtar ishte 48%. Në Lezhë, diferenca ishte edhe më e madhe, 60% kundrejt 45%. Kur ata u përpoqën të paraqisnin këto prova në Komisionin Qendror Zgjedhor, u thanë se protokollet e tyre nuk ishin të vlefshme sepse nuk kishin vulën zyrtare. Por si mund të kishin vulën zyrtare kur vetë zyrtarët kishin refuzuar t'u jepnin? Leka Zogu thiri një konferencë shtypi në mëngjesin e 31 marsit.
ai doli para gazetarëve me një valixhe plot me dokumente, fotografi të protokolleve, dëshmi të shkruara nga vëzhguesit, madje edhe incizime audio të bisedave ku zyrtar qeveritar diskutonin hapur për manipulimin e votave. Ai tha se referendumi ishte vjedhur, se vullneti i popullit ishte shkelur, se Shqipëria po drejtohej nga një regjim që kishte frikë nga e vërteta. Ai kërkoi që rezultatet të anulohen dhe referendumi të përsëritet në mbikëqyrje ndërkombëtare. Por qeveria e Berishës refuzoi. Ata thanë se rezultatet ishin të vlefshme, se procesi kishte qenë transparent, se pretendimet e Lekës ishin thjesht një përpjekje për të destabilizuar vendin. Mediat perëndimore filluan të raportojnë për kontradiktat, por askush nuk ndërmori veprime konkrete. Bashkimi Evropian lëshoi një deklaratë të butë duke kërkuar dialog konstruktiv. Shtetet e Bashkuara thanë se respektonin vullnetin e popullit shqiptar. Por cili ishte vullneti i vërtet i popullit? Dhe pse komuniteti ndërkombëtar zgjodhi të mbyllte syt para provave të manipulimit? Ndërsa Leka Zogu po luftonte betejën ligjore, diçka tjetër po ndodhte në skenë. Një nga njerëzit më të afërt të tij, një këshilltar që kishte qenë me të që nga fillimi i fushatës, po bënte lëvizje të çuditshme. Ky njeri, le ta quajmë Artan për qëllime të këtij dokumentari, kishte qenë përgjegjës për koordinimin me vëzhguesit ndërkombëtar. Ai kishte akses në të gjitha dokumentet, në të gjitha protokollet, në të gjitha provat që Leka kishte mbledhur. Por në fillim të prillit, Artan filloi të takojë fshehurazi me zyrtar të qeverisë. Takimet ndodhnin në orët e vona të natës, në lokale diskrete, larg syve të mediave. Çfarë diskutohej në ato takime? Sipas një burimi që ishte prezent në një prej tyre, Artanit i ofrua një marrëveshje. Nëse ai do të dorëzonte kopjet origjinale të protokolleve që Leka kishte mbledhur, qeveria do t'i jepte një pozicion të lartë në administratën e re dhe një shumë të konsiderueshme parash. Artani fillimisht refuzoi. Por presioni u rrit. Ai filloi të merrte telefonata kërcënuese. Familja e tij u ndjek. Biznesi i tij në Tiranë u inspektua papritur nga autoritetet tatimore. Dhe një natë, kur po kthehej në shtëpi, makina e tij u ndal nga një grup njerëzish të maskuar që i thanë se kishte kohë deri të premten për të vendosur. Artani nuk i tha Lekës asgjë për këto kërcënime. Në vend të kësaj, ai filloi të kopjonte dokumentet fshehurazi. Në datën 10 prill, ai zhduku nga zyra e Lekës me një valixhe plot me protokolle origjinale dhe i dorëzoi ato në Ministrinë e Brendshme. Kur Leka zbuloi tradhtin, ishte shumë vonë. Pa provat origjinale, pretendimet e tij humbnin shumë nga pesha e tyre. Mediat filluan të vënë në dyshim besueshmërinë e tij. Dhe qeveria e Berishës fitoi kohën që i duhej për të konsoliduar narrativën e saj. Por pse Artani e bëri këtë? A ishte thjesht lakmia, apo kishte diçka më të thellë? Dhe sa njerëz të tjerë në rreth të Lekës ishin komprometuar? Ndërkohë, Leka Zogu po përballej me një realitet të hidhur. Ai kishte humbur betejën ligjore. Komuniteti ndërkombëtar nuk po e mbështeste. Dhe tani, edhe njerëzit e tij po e tradhtuan. Por ai nuk ishte tipi i njeriut që dorëzohej lehtë. Në mesin e prillit, ai thiri një tubim masiv në Tiranë. 10 mijëra njerëz erdhën, shumë prej tyre të armatosur. Atmosfera ishte elektrike. Leka doli në podium dhe mbajti një fjalim që do të mbetej në histori. Ai tha se referendumi ishte vjedhur, se qeveria ishte ilegjitime, se populli kishte të drejtë të ngrihet kundër tiranisë. Ai tha se nëse rezultatet nuk do të anulohen, ai do të thërriste popullin në rezistencë civile. Turma brohoritej. Por në fund të fjalimit, Leka bëri diçka që askush nuk e priste. Ai nxori një armë nga xhaketa e tij dhe e qelloi në ajër. Ishte një gjest simbolik, një mënyrë për të treguar se ai ishte i gatshëm të shkonte deri në fund. Por për qeverinë e Berishës ishte preteksti që po prisnin. Brenda disa orëve, policia lëshoi një urdhër arresti për Lekën me akuzën e nxitjes së dhunës dhe mbajtjes së paligjshme të armëve. Leka u detyrua të fshihej. Ai kaloi javët e ardhshme duke u zhvendosur nga një shtëpi e sigurt në tjetrën, duke u përpjekur të organizonte rezistencën, por duke e ditur se koha po i mbaronte. Në maj, në presionin e ambasadave perëndimore, ai u detyrua të largohej nga Shqipëria. Ai u kthye në Mërgim, i mundur por jo i thyer. Por a ishte kjo fundi i ëndrrës së tij për të kthyer mbretërinë? Apo ishte vetëm fillimi i një betejë më të gjatë?
Sot, më shumë se 25 vjet pas atij referendumi, pyetjet ende mbeten pa përgjigje. A u vodh vërtet referendumi i vitit 1997? Provat që kemi parë sugjerojnë se po. Protokollet e manipuluara, dëshmitë e vëzhguesve, dokumentet e brendshme të qeverisë, tradhtia e njerëzve të afërt të Lekës, heshtja e komunitetit ndërkombëtar, të gjitha këto tregojnë një histori të manipulimit sistematik. Por ka edhe një pyetje më të madhe: çfarë do të kishte ndodhur nëse Leka Zogu do të kishte fituar? A do të kishte qenë ai në gjendje të stabilizonte Shqipërinë? A do të kishte sjellë investime dhe zhvillim ekonomik? Apo do të kishte qenë thjesht një figurë tjetër e korruptuar nga pushteti? Ne nuk do ta dim kurrë, sepse ai nuk u la kurrë të provonte. Por një gjë është e sigurt, referendumi i vitit 1997 ishte një moment kthese në historinë e Shqipërisë. Ishte momenti kur vendi zgjodhi, ose ju imponua, një rrugë që do ta çonte drejt asaj që është sot. Dhe ndërsa Shqipëria vazhdon të luftojë me korrupsionin, me varfërinë, me emigracionin masiv, shumë shqiptar ende pyesin veten, çfarë do të kishte ndodhur nëse do t'i kishim dhënë një shans mbretit pa fron? Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Lekën Zogu, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 prill të vitit 1997, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Ata ishin garda e brendshme e Lekës, njerëzit që e shoqëronin kudo, që dinin çdo lëvizje të tij, çdo takim të fshehtë, çdo dokument që mbante me vete. Por kur qeveria e Berishës filloi të shtrëngonte rrethin, kur arrestimet filluan të bëhen të përditshme, kur familjet e tyre filluan të kërcënohen, ata u përballën me një dilemë të tmerrshme. Disa prej tyre zgjodhen heshtjen dhe ikën nga vendi. Të tjerë zgjodhen bashkëpunimin dhe dorëzuan informacione në këmbim të mbrojtjes. Por kishte edhe ata që zgjodhen diçka më të errët, tradhtinë aktive. Një prej tyre, një ish oficer i sigurimit që kishte punuar për Lekën që nga kthimi i tij në Shqipëri, u bë informatori kryesor i Ministrisë së Brendshme. Ai raportonte çdo bisedë, çdo plan, çdo lëvizje të Lekës. Dhe në fund, kur Leka u detyrua të largohej nga vendi, ky njeri ishte ai që i dha qeverisë informacionin e saktë për rrugën e tij të ikjes. Por çfarë e shtyu këtë njeri të tradhtonte? A ishte frika, lakmia, apo diçka më e thellë, një besim se Leka Zogu nuk ishte shpëtimtari që pretendonte të ishte? Ndërsa Leka Zogu po fshihej nga policia në fund të prillit, trupi i tij po i tradhtonte. Ai kishte 57 vjeç, por shëndeti i tij ishte ai një njeriu 20 vjet më të vjetër. Vitet e mërgimit, stresi i fushatës, tensioni i javëve të fundit, të gjitha kishin lënë gjurmë. Ai vuante nga hipertensioni i rënd, nga problemet me zemrën, nga dhimbjet kronike në shpinë që e detyronin të merrte analgjezik të fortë çdo ditë. Por më shqetësuese ishte gjendja e tij mendore. Njerëzit që ishin me të në ato ditë tregojnë se ai kishte filluar të shfaqte shenja paranoje akute. Ai besonte se çdo njeri rreth tij ishte një spiun i mundshëm. Ai refuzonte të hante ushqim që nuk e kishte përgatitur vetë, duke u frikësuar nga helmimi. Ai nuk flinte më shumë se 2 orë në natë, duke u zgjuar çdo herë që dëgjonte një zhurmë. Mjeku i tij personal, që kishte ardhur me të nga Afrika e Jugut, ishte thellësisht i shqetësuar. Ai kishte rekomanduar Lekës të largohej menjëherë nga Shqipëria, të kthehej në një vend ku mund të merrte kujdes mjekësor të duhur. Por Leka refuzonte. Ai thoshte se nëse do të largohej tani, do të dukej si një dorëzim, si një pranim se kishte humbur. Ai donte të qëndronte, të vazhdonte luftën, edhe nëse kjo do të thoshte të rrezikonte shëndetin e tij. Por sa kohë mund të vazhdonte kështu? Dhe çfarë do të ndodhte nëse shëndeti i tij do të përkeqësohej papritur? Njerëzit që e dinin gjendjen e tij të vërtet mjekësore ishin vetëm 5, mjeku i tij, 2 gardistë të besuar, gruaja e tij dhe një këshilltar i afërt. Të gjitha ata kishin marrë udhëzime të qarta, të mos flisnin me askënd për gjendjen e Lekës. Sepse nëse qeveria do ta mësonte se ai ishte i dobët, e sëmur, i cenueshëm, ata do të shtynin edhe më fort për ta arrestuar ose eliminuar. Por një nga këta 5 njerëz nuk e mbajti sekretin. Dhe brenda një jave, Ministria e Brendshme e dinte gjithçka për gjendjen shëndetësore të Lekës. Në fillim të majit, ndërsa Leka ende fshihej në Tiranë, një ekip i Ministrisë së Brendshme hyri në arkivat e sigurimit të shtetit të periudhës komuniste.
Ata po kërkonin diçka specifike, dosjet e vjetra për familjen Zogu. Këto dosje kishin qenë të klasifikuara për 50 vjet dhe shumica e tyre ishin shkatëruar gjatë rënies së komunizmit në vitin 1991. Por jo të gjitha. Në një dhomë të fshehtë në bodrumin e ndërtesës së vjetër të sigurimit, ata gjetën një arkivol të mbyllur me një vulë të kuqe që thoshte sekret absolut të digjet pas leximit. Brenda këtij arkivoli ishin dokumente që nuk duhej të ekzistonin kurrë. Letra të shkëmbyera midis mbretit Zog dhe agjentëve të tij në Shqipëri gjatë viteve të mërgimit. Raporte mjekësore për gjendjen shëndetësore të mbretit Zog në vitet e fundit të jetës së tij. Dhe, më shokuese, një dosje e plot për Lekën Zogu, fotografi të tij si fëmijë, raporte nga agjentët që e kishin ndjekur në Egjipt dhe Francë, madje edhe transkriptet e bisedave të tij të përgjuara nga sigurimi në vitet 60. Por dokumenti më i rëndësishëm ishte një letër e shkruar nga vetë Enver Hoxha në vitin 1968. Në atë letër, Hoxha urdhëronte që Leka Zogu të mos eliminohej fizikisht, por të mbahej gjallë dhe të monitorohej vazhdimisht. Arsyeja? Sepse Hoxha besonte se Leka ishte më i dobishëm si një figurë e dobët dhe të dështuar në mërgim, sesa si një martir që mund të frymëzonte rezistencën. Kjo strategji kishte funksionuar për 30 vjet. Por tani, në vitin 1997, qeveria e Berishës po përdorte të njëjtën logjikë. Ata nuk donin ta vrisnin Lekën, kjo do ta bënte një hero. Ata donin ta poshtëronin, ta dobësonin, ta detyronin të largohej i mundur dhe i turpëruar. Dhe këto dokumente nga arkivat e vjetra u dhanë atyre saktësisht mjetet që u duheshin. Por çfarë përmbante saktësisht ajo dosje? Dhe pse qeveria vendosi të mos i publikonte kurrë ato dokumente? Në 10 maj, Leka Zogu mori një vizitë të papritur. Ishte një njeri që ai nuk e kishte parë prej vitesh, një ish diplomat shqiptar që kishte shërbyer në ambasadën e Shqipërisë në Rom gjatë viteve 80. Ky njeri kishte ardhur me një mesazh nga një mik i përbashkët që nuk donte të identifikohej. Mesazhi ishte i thjeshtë por i frikshëm: ke kohë deri të premten për të larguar nga vendi. Pas asaj date, nuk mund të garantojmë sigurinë tënde. Leka e pyeti se kush e kishte dërguar këtë mesazh. Diplomati nuk tha asnjë emër, por shtoi diçka që e bëri Lekën të ngrinte. Ai tha: ka njerëz shumë më të fuqishëm se Berisha që duan që ti të largohesh. Njerëz që nuk janë shqiptar. Njerëz që kanë interes që Shqipëria të mbetet e paqëndrueshme, por jo aq e paqëndrueshme sa të kërkojë një mbret. Kush ishin këta njerëz? A ishin agent të CIA-s që kishin mbështetur Berishën që nga fillimi? A ishin zyrtar të Bashkimit Evropian që donin një Shqipëri të kontrolluar dhe të parashikueshme? Apo ishin forca të tjera, më të errëta, që luanin lojra gjeopolitike që Leka nuk i kuptonte plotësisht? Diplomati nuk dha më shumë detaje. Ai thjesht la një zarf të vulosur në tavolinë dhe u largua. Brenda zarfit ishte një bilet avioni për në Afrikën e Jugut, një pasaport e re me një emër të rem dhe një letër e shkurtër që thoshte: kjo është shansi yt i fundit. Përdore me mençuri. Leka kaloi natën duke menduar. Ai e dinte se nëse do të largohej tani, do të dukej si një dorëzim. Por ai e dinte gjithashtu se nëse do të qëndronte, mund të përfundonte i arrestuar, i gjykuar, ose edhe më keq. Në mëngjesin e 11 majit, ai mori vendimin. Ai do të largohej, por jo për gjithmonë. Ai do të kthehej kur koha të ishte e duhur, kur populli të ishte gati, kur forcat që e kishin tradhtuar të ishin dobësuar. Por a ishte kjo një plan realist, apo thjesht një iluzion i një njeriu që nuk mund të pranonte humbjen? Në darkën e 11 majit, Leka Zogu u largua nga Shqipëria për herë të fundit. Ai u ngjit në një makinë të errët me xhama të zinj, shoqëruar nga 2 gardistë të besuar, dhe u drejtua drejt kufirit me Maqedoninë. Rruga ishte e rrezikshme, kishte pika kontrolli policie, kishte rrezik nga bandat e armatosura që ende kontrollonin disa zona, kishte mundësi që dikush nga rrjeti i tij ta kishte tradhtuar edhe këtë plan të fundit. Por ai arriti në kufi pa incident. Në anën tjetër të kufirit, një avion privat po e priste. Brenda disa orëve, ai ishte në ajër, duke u larguar nga vendi që kishte dashur dhe që e kishte tradhtuar. Ndërsa avioni fluturonte mbi detin Adriatik, Leka shikoi nga dritarja dhe pa bregdetin shqiptar duke u larguar. Ai mendoi për babain e tij, mbretin Zog, që kishte ikur nga i njëjti vend 57 vjet më parë, duke mos u kthyer kurrë.
Ai mendoi për nënën e tij, mbretëreshën Geraldine, që kishte vdekur në mërgim pa parë kurrë më Shqipërinë. Ai mendoi për popullin që e kishte pritur me lule dhe brohoritje, dhe që tani po jetonte në një qeveri që kishte vjedhur vullnetin e tyre. Dhe ai u betua se një ditë do të kthehej. Por kjo ditë nuk erdhi kurrë. Leka Zogu jetoi edhe 20 vjet në mërgim, duke u përpjekur të mbante gjallë shpresën e kthimit të mbretërisë. Ai u kthye në Shqipëri në vitin 2000, por jo si mbret, si një shtetas i thjeshtë. Ai u përpoq të kandidonte për president, por u bllokua nga kushtetuta. Ai u përpoq të organizonte një lëvizje politike, por nuk gjeti mbështetje. Dhe në vitin 2011, shëndeti i tij përfundimisht e tradhtoi. Ai vdiq në Tiranë, në moshën 72 vjeç, pa parë kurorën që kishte ëndërruar të mbante. Por pyetja mbetet, çfarë do të kishte ndodhur nëse referendumi i vitit 1997 nuk do të ishte vjedhur? A do të kishte Leka Zogu qenë një mbret i mirë? Apo thjesht një figurë tjetër e korruptuar nga pushteti? Sot, më shumë se 25 vjet pas atyre ngjarjeve, dokumentet që qeveria e Berishës fsheh ende nuk janë publikuar. Protokollet origjinale të referendumit janë zhdukur nga arkivat zyrtare. Shumë nga njerëzit që ishin të përfshirë në manipulimin e votave kanë vdekur ose kanë heshtur përgjithmonë. Por ka ende njerëz që dinë të vërtetën. Ka ende dokumente të fshehura në arkiva private. Ka ende dëshmi që mund të ndryshojnë historinë. Dhe ndërsa Shqipëria vazhdon të luftojë me korrupsionin, me varfërinë, me emigracionin masiv, shumë shqiptar ende pyesin veten, çfarë do të kishte ndodhur nëse do t'i kishim dhënë një shans mbretit pa fron? A do të kishte ai sjell stabilitet dhe prosperitet? Apo do të kishte qenë thjesht një kapitull tjetër i hidhur në historinë e një kombi që ka vuajtur shumë? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Por një gjë është e sigurt, referendumi i vitit 1997 ishte një moment kthese, një mundësi e humbur, një rrugë që nuk u ndoq kurrë. Dhe ndërsa Shqipëria ecën përpara, historia e Lekës Zogu mbetet një kujtesë e hidhur e asaj që mund të kishte qenë, por nuk ishte kurrë. Për herë të parë në 30 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Lekës Zogu pranon të flasë para kamerave. Ajo që na tregon për javët e fundit të fushatës do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Lekës dhe këshilltarëve të tij, te planet e dëshpëruara për t'i shpëtuar manipulimit, te momenti kur ai kuptoi se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Ky njeri, le ta quajmë agim për qëllimet e këtij dokumentari, ishte me Lekën çdo ditë që nga kthimi i tij në Shqipëri. Ai ishte në dhomë kur Leka merrte telefonata të koduara nga mbështetësit e tij në veri. Ai ishte prezent kur Leka takoi me diplomatë të huaj që premtonin mbështetje por nuk jepnin asgjë konkrete. Ai ishte atje kur Leka lexoi për herë të parë raportin e brendshëm që tregonte se qeveria po përgatiste manipulimin sistematik të votave. Dhe ai ishte atje në natën e 11 majit kur Leka u largua nga Shqipëria për herë të fundit. Agimi na tregon se Leka e dinte që nga fillimi se shanset përfitore ishin të vogla. Por ai besonte se edhe nëse do të humbiste, do të linte një trashëgimi, një lëvizje që do të vazhdonte të luftonte për kthimin e mbretërisë. Por ajo që Leka nuk e dinte ishte se tradhtia kishte filluar shumë më herët se sa ai mendonte. Jo vetëm Artani, këshilltari që dorëzoi dokumentet. Jo vetëm informatorët që raportonin lëvizjet e tij. Por dikush shumë më afër, dikush që Leka e konsideronte si një vëlla. Dikush që e tradhtoi jo përpara, por për diçka shumë më të errët, për pushtet personal në Shqipërinë e re që po formohej. Kush ishte ky njeri? Dhe çfarë ndodhi me të pas largimit të Lekës? Në javët që pasuan largimin e Lekës nga Shqipëria, qeveria e Berishës filloi një fushatë sistematike për të shkatëruar çdo gjurmë të lëvizjes monarkiste. Zyrat e organizatës së Lekës në Tiranë u mbyllën me forcë. Dokumentet u konfiskuan. Mbështetësit kryesor u arrestuan me akuza të ndryshme, nga evazioni tatimor te mbajtja e paligjshme e armëve. Disa prej tyre u dënuan me burgim. Të tjerë u detyruan të largoheshin nga vendi. Por kishte një njeri që nuk u prek fare. Madje, brenda disa muajve, ai u emërua në një pozicion të lartë në Ministrinë e Jashtme. Emri i tij ishte Besnik, një ironi e hidhur, sepse ai ishte gjëja më e largët nga një njeri besnik. Besnik kishte qenë një nga këshilltarët më të afërt të Lekës për çështjet e politikës së jashtme.
Ai kishte kontakte të gjera në ambasadat perëndimore. Ai fliste 5 gjuhë. Ai ishte i zgjuar, karizmatik, bindës. Leka i besonte plotësisht. Por ajo që Leka nuk e dinte ishte se Besnik kishte filluar të punonte për qeverinë e Berishës që nga muaji i shkurt, një muaj para referendumit. Takimet e tij me diplomatët perëndimor nuk ishin për të kërkuar mbështetje për Lekën, por për të siguruar që ata të mos e mbështesnin. Ai u thoshte atyre se Leka ishte i paqëndrueshëm, se ai kishte lidhje me regjime autoritare, se kthimi i mbretërisë do të destabilizonte rajonin. Dhe diplomatët e dëgjonin, sepse Besnik fliste gjuhën e tyre, kuptonte shqetësimet e tyre, ofronte atyre saktësisht narrativën që ata donin të dëgjonin. Por pse Besnik e bëri këtë? Sipas një burimi që punoi me të në Ministrinë e Jashtme, Besnik kishte një ambicie të madhe, ai donte të bëhej ambasador, ndoshta edhe ministër i jashtëm një ditë. Dhe ai e dinte se në Shqipërinë e re, rruga drejt pushtetit nuk kalonte përmes besnikërisë ndaj një mbreti në mërgim, por përmes bashkëpunimit me forcat që vërtet kontrollonin vendin. Prandaj, ai zgjodhi tradhtinë. Dhe për vite me radhë, ai jetoi mirë me këtë zgjedhje. Ai u bë ambasador në disa vende evropiane. Ai u pasurua. Ai u bë një figurë e respektuar në qarqet diplomatike. Por në vitin 2011, kur Leka Zogu vdiq në Tiranë, Besnik shkoi në funeral. Ai qëndroi në radhën e fundit me syzet e errëta, duke mos folur me askën. Dhe kur arkivoli u mbyll, ai u largua pa u kthyer. A ndjeu ai pendim? A e mundoi ndërgjegjja e tij? Apo thjesht erdhi për t'u siguruar se njeriu që e kishte tradhtuar ishte vërtet i vdekur? Ndërsa Leka Zogu jetonte vitet e fundit të jetës së tij në Tiranë, ai u përpoq disa herë të rikthente çështjen e referendumit të vjedhur në vëmendjen publike. Në vitin 2004, ai publikoi një libër ku detajonte të gjitha provat e manipulimit. Libri u shit mirë, por nuk pati ndikim politik. Në vitin 2007, ai dha një intervistë të gjatë për një televizion ndërkombëtar ku akuzoi hapur qeverinë e Berishës për mashtrim zgjedhor. Intervista u transmetua, por askush nuk ndërmori veprime. Në vitin 2010, ai u përpoq të hapte një çështje gjyqësore kundër shtetit shqiptar në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Çështja u refuzua për arsye procedurale. Çdo herë që ai përpiqej të ngrinte zërin, hasej në një murheshtjeje. Mediat shqiptare nuk e mbulonin seriozisht. Politikanët e injoronin. Komuniteti ndërkombëtar e konsideronte si një figurë të së shkuarës. Dhe gradualisht, edhe mbështetësit e tij filluan të largoheshin. Disa vdiqën. Të tjerë u zhgënjyen. Të tjerët thjesht u lodhën nga lufta e pafund. Në vitet e fundit të jetës së tij, Leka jetonte në një apartament modest në Tiranë, me shëndet të dobësuar, me pak miq, me pak shpresë. Ai kalonte ditët duke lexuar libra historik, duke shkruar kujtime, duke pritur një telefon që nuk vinte kurrë. Njerëzit që e vizitonin në atë periudhë tregojnë se ai kishte humbur shumë nga zjarri i dikurshëm. Ai fliste me zë të ulët, me fjalë të ngadalta, me një trishtim të thellë në sy. Por edhe në ato ditë të fundit, ai nuk e humbi kurrë besimin se një ditë, e vërteta do të dilte në dritë. Ai mbante një valixhe të vogël nën krevat, plot me dokumente, fotografi, letra, prova të referendumit të vjedhur. Ai thoshte se kur të vinte koha e duhur, këto dokumente do të publikoheshin dhe historia do të rishkruhej. Por koha e duhur nuk erdhi kurrë gjatë jetës së tij. Dhe kur ai vdiq në nëntor të vitit 2011, valixha zhduku. Familja e tij tha se ishte vjedhur nga apartamenti. Policia tha se nuk kishte prova për vjedhje. Dhe dokumentet që mund të kishin ndryshuar historinë e Shqipërisë u zhdukën përgjithmonë. Apo jo? Sepse ka një zë që thotë se kopjet e atyre dokumenteve ekzistojnë ende, të fshehura në një vend të sigurt, duke pritur momentin e duhur për t'u zbuluar. Por kush i ka ato dokumente? Dhe pse nuk i kanë publikuar ende? Pas vdekjes së Lekës Zogu, Shqipëria vazhdoi rrugën e saj të vështirë drejt demokracisë dhe integrimit evropian. Qeveria e Berishës ra në vitin 1997, por ai u kthye në pushtet në vitin 2005. Partia Socialiste fitoi zgjedhjet në vitin 2013 dhe qeverisi për 8 vjet. Korrupsioni vazhdoi të ishte një problem i madh. Emigracioni masiv vazhdoi. Ekonomia u rrit, por pabarazit u thelluan.
Dhe ndërsa vitet kalonin, referendumi i vitit 1997 u bë një kujtesë e largët, një episod i harruar në historinë e një kombi që kishte shumë probleme të tjera për t'u marrë me to, por për ata që ishin atje, për ata që e jetonin atë moment, referendumi nuk ishte thjesht një ngjarje politike. Ishte një mundësi e humbur. Ishte një rrugë që nuk u ndoq kurrë. Ishte një pyetje që mbeti pa përgjigje: çfarë do të kishte ndodhur nëse Leka Zogu do të kishte fituar? Sot, 30 vjet pas atyre ngjarjeve, Shqipëria është një vend shumë i ndryshëm. Ajo është anëtare e NATO-s, ajo është kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ajo ka një ekonomi tregu, media të lira, shoqëri civile. Por ajo ka ende probleme të mëdha: korrupsion të thellë, drejtësi të dobët, emigracion masiv, polarizim politik. Dhe shumë shqiptar ende pyesin veten: a do të kishte qenë ndryshe nëse do të kishim zgjedhur rrugën tjetër? A do të kishte një mbretësiell stabilitet dhe prosperitet? Apo do të kishte qenë thjesht një formë tjetër e të njëjtit sistem të korruptuar? Këto pyetje nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato na kujtojnë se historia nuk është e paracaktuar, se çdo zgjedhje ka pasoja, se çdo moment ka rëndësi. Dhe ndërsa Shqipëria vazhdon të kërkojë rrugën e saj, historia e Lekës Zogu mbetet një mësim i hidhur për atë që mund të kishte qenë, por nuk ishte kurrë. Por ka një pyetje që mbetet ende pa përgjigje, një mister që nuk është zgjidhur kurrë. Në vitin 2020, një gazetar investigativ shqiptar mori një zarf anonim në pos. Brenda zarfit ishte një fotokopje e një dokumenti që dukej se vinte nga arkivat e Ministrisë së Brendshme. Dokumenti ishte i datuar 10 mars 1997, 20 ditë para referendumit. Ishte një raport i brendshëm që detajonte planin e plot për manipulimin e votave. Emrat e zyrtarëve të përfshirë. Metodat që do të përdoreshin. Madje edhe shifrat e synuara, 67% për Republikën, 33% për Mbretërinë. Saktësisht shifrat që u shpallën më vonë. Gazetari u përpoq ta verifikonte dokumentin. Ai kontaktoi disa nga njerëzit e emëruar në raport. Disa mohuan. Të tjerë refuzuan të komentonin. Një prej tyre, një ish zyrtar i Ministrisë së Brendshme që tani jetonte në pension, pranoi të takojë me gazetarin në fshehtësi. Ai i tha se dokumenti ishte i vërtetë, se plani kishte ekzistuar, se gjithçka kishte ndodhur saktësisht siç ishte shkruar. Por ai shtoi diçka që e bëri gazetarin të ngrinte. Ai tha se plani nuk ishte krijuar nga qeveria shqiptare. Ai ishte krijuar nga një grup këshilltarësh të huaj që kishin ardhur në Tiranë në shkurt të vitit 1997. Këshilltarë që flisnin anglisht me theks amerikan. Këshilltarë që kishin përvojë në manipulimin e zgjedhjeve në vende të tjera. Këshilltarë që nuk lanë asnjë gjurmë zyrtare të vizitës së tyre. Kush ishin këta njerëz? Pse ishin ata të interesuar për rezultatin e një referendumi në një vend të vogël ballkanik? Dhe çfarë interesash më të mëdha po shërbenin ata? Gazetari u përpoq të hetonte më tej, por brenda një jave, ai mori një telefonat kërcënuese. Ati ju tha se nëse do të publikonte historinë, do të përballej me pasoja serioze. Ai vendosi të mos e publikonte. Dokumenti u fshe në një arkiv privat. Dhe e vërteta mbeti e varrosur. Por pyetja mbetet, nëse ky dokument është i vërtetë, nëse manipulimi i referendumit ishte pjesë e një plani më të gjerë ndërkombëtar, atëherë çfarë tjetër nuk e dim për historinë e Shqipërisë? Sa nga ajo që mendojmë se e dim është e vërtetë? Dhe sa është thjesht një narrativ e krijuar nga ata që kanë pushtetin për ta shkruar historinë? Stimaj telespektatori, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dim ku Leka Zogu ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.